Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vijuar denoncimet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Nga Selia Blu, kryedemokrati deklaroi se partia në pushtet ka bler votat në Tiranë. Kamerat e qytetarëve Syçelt kanë filmuar momentin kriminal të ndarjes parave për vota. Dhe kjo jo të themi pas dajtit apo Mokër, apo në Tropoj, apo në zonat më të largëta. Jo, kjo në Tiranë, në Babru. Sipas Berishës, personazhet në video janë të identifikuar plotësisht. Po a prit Sali Berisha ndryshime në Tiranë pas rinumërimit të votave? Çdo njeri që ka dyshim për numërimin e votave në komisionin e numërimit, le të kërkoj rinumërim dhe kjo pa asnjë lloj partipri, se ky rezultat mund të jetë ky, mund të jetë ai fare, por vetëm se gjykoj që transparenca është një detyrim ndaj secilit dhe është mënyra më mirë për t'u përgjigjur çdo dyshimi që tjetri ka.